Se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë, me nisim ditën e sotme me shumë ngjyra, duke uruar të gjithëve gëzuar ditën e verës. Një fest kombëtare që festohet në Shqipëri, një fest pagane, ku jam e sigurt që shumë shqiptarë ditën e sotme kanë përgatitur ballokumet e famshme të Elbasanit, por edhe tradit duke vendosur veroret në duar në formë bërzyluku, dhe ditën e sotme unë e kam vendosur veroren time, duke uruar gjithë shqiptarëve qoftë një verë e bekat. Dhe menjëherë dua të prezantoj të ftuarën time të parë për t'i uruar dhe asaj festën, është juristja Nexhi Beqiri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Gëzuar Nexhi. Gëzuar. Nuk e di nëse familjen tuaj është traditë që festohet dita e verës, ballokumet e famshme, apo veroret, apo vezët e zjera, por është një fest pagane që Shqipëria e ka festuar historikisht. Unë bajmënd që fëmijë që vinim ato degët me thanës të bajameve, vinim në ato gurët që ishin anës portës së shtëpis, mbaj mend që shkonim ke shtëpitë e njëri tjetrit, ato vezët gjylejlat të kuqe, të vizatuara e tjerë, mbaj mend njëkohësisht duhet përgatisim ato pakot me rushthat, me fiq të thatë, me karamele ashtu si ishin. Njëkohësisht kishte kungull të zjerë, ai kungulli i verdhë. Ka qenë fest shumë e bukur. Dhe që u bë një fest dhe ditë që festohet për hir të natyrës. Dhe duke menduar që vitet e fundit, jo vitet e fundit, dekadat e fundit, natyra shkatruar, le të themi, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, një luftë e madhe që bëhet sot në politikat e vendeve të BE-s për mbrojtjen e natyrës. Dhe kjo është një fest tipike për të mbrojtur natyrën. Ka patur debate edhe për 8 marsin, për ditën e verës, pse është bërë pushime e tjerë. Të dim një gjë që çdo popull ka disa gjëra të veçanta nga popujt e tjerë. Festa kombëtare që ndryshojnë, e qartë. Për mua është shumë bukur që është bërë një ditë pushim, festojnë të gjithë, simbolizon natyrën e bukur, dashurinë e njeriut për natyrën, fillimin e një sezoni të ri, të pranverës, të kemi sa më shumë lule të tilla. Ne kemi fat që kemi një klimë të mrekullueshme dhe duhet ta ruajmë më shumë ambienti, po dhe duhet festojmë sepse kështu detyrimisht edhe tek brezat që vijnë ngjallet dashuria për natyrën, për ta ruajtur, për ta kujdesur, për ta përmirësuar. Dhe trashëgojmë dhe traditat. Unë kam një simbolik tjetër të bukur që mama ime sot ka ditëlindjen, megjithëse nuk jeton më. Ka emrin Bajame pikërisht se ka lindur në ditën e verës dhe simboli luleve të Bajames që ndoshta atë vit kur ka lindur ajo, kanë qelur aq shumë sa e paruar qoftë nëna juaj. Faleminderit. Mirë, unë të falenderoj që të kam sot në studio, pasi ditën e sotme ne do të sillim disa histori të cilat janë denoncuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe dua ta nis ditën e sotme me historinë e një 15 vjeçare nga Korça Dashurmiq, e cila është larguar në orët e vona të natës të datës 2 mars, dyshohet është larguar me të dashurin e saj dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët. Bëhet fjalë për Vosjola Hoxhën, që regjia më njëherë më ka ndihmuar me pasaportën e 15 vjeçares nga fshati Bregas i Korçës. Fatkeqësisht ka humbur nga kjo jetë 2 prindit e saj, 15 vjeçaria, edhe nënën dhe babain, jetonte vetëm me vllajën e saj dhe mbrëmjen e 2 marsit, pra para 2 javë afërsisht, është larguar dhe drejtimi ngelet i paditur. Por kush është historia dhe detajet që vllai i saj, pikërisht Sergjo Hoxha, ka treguar për redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ne do japim një material dhe rikthehemi në studio. Prej afro 10 ditëve, një 15 vjeçare është larguar nga shtëpia pa lënë gjurmë. Denoncimin e bën vëllai i saj, i cili nuk ka asnjë kontakt me të motrën prej mëngjesit të datës 2 mars. Vosjola Hoxha nga fshati Bregas i Korçës, fatkeqësisht për herë të parë është larguar nga shtëpia në moshën 13 vjeçare, pasi kishte humbur edhe nënën nga kjo jetë. Vajza e mitur largohet me të dashurin e saj dhe jetojnë së bashku afro 2 vite. Kontaktet me familjen ishin të rralla. Para 3 javësh babai i saj Vladimiri, nga një infrakt në zemër, ndërroi dhe adoleshentja u kthye në shtëpi. Pasi përcolli babain në banesën e fundit, ajo dhe largohet pa i komunikuar. Vendosur në mrekullitë e 2 vjeçari kërkon përgjegjën e motrës dhe thonë se është larguar një tjetër person, duke u ndarë nga partneri. Kur Sergjo ngrihet nga gjumi dhe gjen shtëpinë bosh, edhe pse kërkoi në fshat dhe ka bërë një denoncim në polici, ende nuk është gjetur asnjë vendodhje 15 vjeçares Vosjola Hoxha.
Kjo është historia e 15 vjeçares Vasilina. Ka humbur kontaktet me familjen e saj që prej datës 2 mars të këtij viti kanë kaluar 2 javë dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Në një lidhje telefonike i cili e ka shprehur këtë shqetësim dhe ka bërë denoncimin në ekranin ton, por dua të flas edhe me zonjën Nexhi. Ndërkohë e dashur Nexhi, në kohën që kemi qenë në transmetim live dhe po trajtonim historinë e kësaj 15 vjeçare, mbritën shumë telefonata duke treguar se e kishin parë në disa vende të ndryshme të Shqipërisë. Dhe ditën e sotme ne kemi një dëshmitar, i gjia do na i bëj gati atë telefonat të një qytetari i cili pretendon se këtë 15 vjeçare e ka parë në një qytet të Shqipërisë. Dua ta kem qytetarin për të mësuar më shumë detaje dhe për të arritur sa më shpejt në gjurmët e kësaj 15 vjeçare. Ndërkohë, qytetarë që na ndihmojnë me informacione, por kjo vajzë, një 15 vjeçare e rritur jetime, le të themi, i vllai tregoi se ka rënë prej mashtrimi dhe mund të jetë larguar person që ajo mund ta ketë dashur dhe gjithë frika më e madhe ishte sa ai mund ta trafikonte. Dhe këto janë historira shumë herë të dëgjuara në studion ton. Është e vërtetë që ne kemi trajtuar si thosh raste nga më të ndryshme, pikërisht të kësaj natyre. Vajza të reja në moshë, të cilat ose nuk i kanë prindrit, ose nuk i kanë marrëdhënie mirë me prindrit, ose janë ndjerë, si thua, të dhënuara nga prindrit e tjerë, domethënë kanë gjetur si rrugë shpëtimi, si thua, të largohen nga ky ambient. Ky rast është pak ndryshe. Nuk është vetëm vajza këtu, por janë të tjerë të interesuar që e kanë parë vajzën që është vetëm pas një nga prindrit, nuk e di nëse ka patëm të afërm të cilët duhet të kujdeseshin pak me të, për të, nëse nuk kishin mundësi vetë të mundet kryeplaku i fshatit, asistentët social, psikolog që kanë fshat. Dhe të ndërpres se kemi një telefonat në të momente për 15 vjeçare, një qytetar i cili pretendon se e ka parë pikërisht Vosjala Hoxhën. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe do na ndihmosh ditën e sotme për 15 vjeçaren nga Korça, Vasiola Hoxha, që ka humbur kontaktet me familjen që prej datës 2 mars. Ju e keni parë? Jam një qytetar i Kukësit. Nga Kuksi, po? Para 8 ditë ka qenë Kukës. Para sa ditësh ju lutem? Para 8 ditësh. Ditën e parë që ketë në emision. Para 3 ditëve ju e keni parë në Kukës? Po, ditën e hanë. Bazoheni nga fotoja, apo keni pasur ndonjë komunikim me këtë vajzë që dyshoni që është 15 vjeçaria që kërkohet në studion ton? Kum fol me atë gotën, e thash më se punoj si taksizi unë për prezent. Po? Edhe kisha 10 makinë, e thash kësaj gotës, më duk si çun herë, se kish pas një kapuç në kokë. E thash mos je për Kosovë, sa nuk kam lek tha. Thash nga je nga Korça. Thash s'prish punë, se s'ke lek, thash deri në Kosovë, çoj pa lek thash. Ju e keni çuar në Kosovë këtë vajzë? Ja. Pastaj ndryshoj, tha, nuk du me shku tha në Kosovë, tha du me shku tha në Shkodër. Tha mundesh tha me më qunë Shkodër, tha pas kam lek. I thash Shkodër s'm çoj, thash vesh ti. Edhe pa lek, thash po tipin autobus Tiranës, thash, edhe ta paguaj biletën unë, thash edhe shku për... Edhe nuk pranoj me shku me autobus, dojtë e taksi për ma shu. Pra, ajo ka qenë vetme në qytetin e Kukësit, me sa po kuptoj? Vetme, tha, më kanë sjell dikush, tha, edhe më lata këtu, tha. Pra, kjo 15 vjeçare ju ka treguar se një person i rritur e ka lënë dhe e ka braktisur në qytetin e Kukësit. E ka sjell në Kukës edhe e ka lënë në Kukës, e ka braktisur. Që do thotë, a e ka mbetur pa para, pa asgjë dhe ka kërkuar ndihmën e këtij qytetari. Po mirë, po mua më vjen keq pak se ky qytetar e shikon që ka një gjë të dyshim në atë rast. Sepse edhe nga mënyra... Edhe pash emisionin edhe më gjohë me atë gocën. Jo, po, atje ka një polici në Kukës. Do ishte shumë mirë që të njoftohet me njërë policia, se ajo dhe pa pyetë për moshën duket që është një vajzë e vogël, një vajzë e re. Ashtë më tepër që do më thënë nuk ka di se çfarë bëj, gjëja më e parë që bëhet në këtë raste, njoftohet policia dhe pasaj do të kishe parandaluar shumë gjëra në historinë e kësaj vajze. Se mendoj një vajzë 15 vjeçë të gjendet në Kukës pa para, pa ditur se ku duhet shkoj, që mund të bëhet pre e një trafikimi, Kjo është frika më e madhe. Do më thënë është... Pyta të vlajnë e vetë, pa përdojë hashash, kërkojte hashash, kërkojte. Pa shiko, kështu i fusin këto. Se faktikisht ajo ka shkuar deri në Kukës, nuk ka qenë shumë vajzë, si thua, e konsoliduar në jetën e vetë. Kështu që mund t'jetë futur dhe asaj rrugë, por rëndësi ka që ta shpëtojmë.
Por si ishte gjendja e kësaj vajze? Ajo ka kërkuar edhe hashash, por më tregoni dhe bëhet më e rëndë situata për një 15 vjeçare. Edhe pite vllajën e saj, mos ka pas ta tatuazhe në përgishta, kishte ta shkruara në përgishta. Pra ju keni arritur të dalloni disa tatuazhe në duart e saj? Po, do shkruajnë në përgishta. E qartë, por si të duk gjendja e kësaj vajze që ju takuat? Ka herë mirë, ka e harrojte, shumë e kanë ditur, shumë e... A ju tregoj... Si ka thonë, njerë në dëshojte. Nuk më dukte sik, se kërkojte edhe shashe gjona, më dukte bashkë... Dhe kjo është e dhimbshme, në fakt, edhe në qoftë se nuk është 15 vjeçareja që kërkojmë ne në studion e emisionit pa gjuhë një tjetër. Ajo, nga Korça sa jam. Nga Korça, pra, ajo ju ka dhënë detajin që është nga Korça, por pak a shumë, çfarë moshe kishte në fiziku, në pamjen e saj? 15 vjeç, Të lutem, zotri, mund të na ndihmosh me ndonjë detaj tjetër, duke ditur që ju keni pasur një komunikim të gjatë dhe keni folur me këtë vajzën. Ju ka treguar... Tatuazhet kishte ngishta, e dobët shumë. Dhe ju e latë po në qytetin e... Edhe fakti si sa jam nga Korça, sa jam. Ju e latë po në qytetin e Kuksit. Në qytetin e Kuksit, sigurisht se ku pa mo, se pastaj u mënova me pas, si në gjova në televizor se është e humbër, u mënova me pas se ku pa, po sigurisht është nga në Shkodër mundësinë e ajo. Sepse ka kërkuar që t'i ki në Shkodër. Gjithsesi unë të falenderoj nga zemra për këtë informacion që dhe ditën e sotme, pikërisht për... Ma vllajën e vet tapis për më shumë detaje. Patjetër. Regjia më njëherë do na ndihmoj që të lidhemi dhe ju të flisni me vllajën e Vasiolës, por në këtë moment ju bëj thirrje gjithë teleshikuesve të Report TV, ata që janë duke na ndjekur, nëse e kanë parë këtë 15 vjeçare korçare, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV dhe dyshohet se kjo 15 vjeçare që kërkohet në studion e emisionit pa gjurmë me emrin Vasiola Hoxha ka qenë ditën e hënë, pra përpara disa ditëve, në fillim të kësaj jave, ka qenë në qytetin e Kuksit dhe dyshohet se mund të ketë udhëtuar nga Kuksi në Shkodër. Kushdo që e njeh, kushdo që e ka takuar, mos hezitoj por të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Unë uroj dhe shpresoj që Vasiola të na ndjeki, të reagoj, të na telefonojnë, por nuk e dim se si mund tjetë situata e kësaj 15 vjeçare, pasi qytetari nga Kuksi na tregoi se ajo mund tjetë dhe përdoruse e lëndëve narkotike dhe kuptohet që se si mund tjetë gjendja jo vetëm fizike, por dhe ajo psikologjike e Vasiolës. Ndërkohë që kemi vllajën e Vasiolës, kemi Sergjon. Sergjo, përshëndetje. Sergjo, më dëgjon? Vetëm ule zërin e televizorit i dashur Sergjo, më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit që të mos humbasi minuta televizive. Atë regjia ju lutem, përgatiteni Sergjon që ta kem gati telefonatën, të më dëgjoj vetëm nëpërmjet ekranit dhe jo nga televizori, ndërkohë që vazhdimisht regjia po jep fotot e 15 vjeçares Vasiola Hoxha, e cila fatkeqësisht është rritur jetime, ka humbur nënën nga kjo jetë, ka humbur edhe babain, jetonte me vllajën e saj dhe është larguar nga banesa mbrëmjen e 2 marsit dhe drejtimi është i paditur. Vllai i saj Sergjo është ngritur në orët e para të mëngjesit të datës 2 mars dhe ka kuptuar që e motra nuk ishte në shtëpi. Edhe pse ka bërë kërkime në fshatin ku ata jetojnë, në fshatin Brekas të Korçës, nuk ka gjetur asnjë gjurmë të saj. Ka bërë njoftimin në polici, edhe policia është në kërkim, por ende le të themi nuk është gjetur një adresë e kësaj 15 vjeçare. Telefonata e parë, informacioni i parë që mbëri në redaksinë e emisionit pa gjurmë është nga një qytetar nga Kuksi, i cili pretendon se këtë 15 vjeçare me emrin Vasiola Hoxha nga Korça, nga fshati Bregas i Korçës, e ka takuar të hënën. Këtë të hënë në qytetin e Kuksit dhe ai bazohet nga fotot dhe pikërisht vajza i kishte thënë se ishte nga Korça. Ndërkohë, nëse e kam Sergjon, më njoftoni. Sergjon, më dëgjon? Atëherë sa të bëhet gati kjo lidhje telefonike, kemi një problem realisht me njofton regjia, sepse Sergjo jeton në fshatin Bregas dhe nuk ka val mirë në celular dhe ndoshta nuk na dëgjon mirë. Më dëgjon Sergjo? Po, ju dëgjoj. Sergjo, përshëndetje. Besoj je duke na ndjekur live? Je. Po. Një qytetar pretendon se ka takuar motrën tënde këtë të hënë në qytetin e Kuksit. A i bazohet nga fotoja dhe detaj që motra
dyshoj se mund jetë motra juaj, por që vajza i kishte thënë se jam pikërisht nga Korça. Por ai më tha që ajo vajzë ishte përdoruse lëndëve narkotike dhe unë dua të pyesi, dashur Sergjo, motra juaj në djenin tuaj ka qenë përdoruse e hashashit? Jo. Nuk ka qenë. Por ju vetë keni marrë, Sergjo, në një informacion? Jo, nuk kam marrë. Ndërkohë në përmjet... E pashe e fakt që kishte në linjë, ira është telefonit, po nuk e hapi. Ti nuk e kontaktuar me motrën tënde deri në këto momente? Jo. A kishte tatuazh motra juaj në pjesën e duarve? Jo. Atëre, informacioni që na erdhi live në studion e emisionit Pa i Gjurmë për një vajzë që është parë në qytetin e Kukësit, nuk është motra juaj, sepse ti po më tregon që ajo nuk ishte tatuazh në duar. Jo. Sergjo, ti i bie telefonit të motrës, Zilja bie apo është i fikur telefoni? Është i fikur. Po nëpërmjet rrjeteve sociale, Facebookut, Messengerit, ke bërë të mundur të lidhesh, të dërgosh një mesazh? I kam dërguar dhe mesazhe, s'm ka kthy përgjigje. Pra ti nuk e folur me motrën? Jo. Por pse gazetarja ime Gjilda më tregon që ti i ke treguar tani në këto momente që ke folur me motrën dhe ana ka parë në transmetim live? Dhe të ka thënë që pse më kërkon në televizor? Po, më tha atë ditë, dje, apar dje, kur më morën. Pra, po ky është lajmi, pra, ti ke folur me motrën, se u habita teksa po lexoja mesazhin që më dërgoi gazetarja ime. Kur ke folur me motrën, Sergjo? Dje, par dje. Par dje. Ne par dje kemi qenë në transmetim dhe kemi denoncuar humbjen e motrës tuaj. Ajo ju ka marrë pas emisionit. Po. Çfarë të ka thënë motra? Se më nxorën në televizor, më thoshte, se me denoncove në polici. Të tregoj se ku ndodhej, në çfarë vendi? Jo, nuk e tregon të vendi. Çfarë të tha tjetër, motra? Më thoshte i kishe denoncimin. Pra të detyroj që të ishe denoncimin edhe në polici, edhe në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Po. Por ndërkohë të mori me një numër privat, apo u lidhës gjithje në Messenger? Në Messenger. Zënigji, kjo 15 vjeçare e ka marrë të vllajën dhe ka detyruar që me ish denoncimin, ndërkohë nuk dihet se me kë jeton, kush e strehon, kush kujdeset për të, por ky vlla është në merak. E para një që denoncuesi nga Kukësi bëri shumë mirë që tha një gjë të tillë, sepse në qoftë kjo vajzë, një vajzë tjetër që gjendet në një situatë të vështirë dhe në qoftë se dëgjon përfaqësues të policisë, natyrisht duhet të verifikojë nëse është pikërisht kjo vajzë apo jo. Ndoshta duhet të rrequr vëmendja policisë së Korçës, e cila ka marrë denoncimin e vllajit pikërisht të kësaj vajze, sepse ajo ka vetë mënyrat e veta se si e kërkon një person, aq më tepër që pas ka komunikuar me vllan pardje, ka një numër telefoni ajo vajzë dhe specialistët e policisë në bazë të baterisë të telefonit e tjerë arrin të gjejnë lokacionin pikërisht të kësaj vajze. Bëhet fjalë për një vajzë 15 vjeçe, e cila me ligj kushdo që ata e strehon, e mban aq më tepër, po ta ketë marrë për qëllime trafikimi e tjerë, dënohet me ligj, edhe dënohet deri në 7 vjet burg, sepse ka të bëj pikërisht me, nëse e ka marrë, si thua, për marrëdhënie të caktuar, intime me të, ose nëse ka marrë për trafikim, akoma që edhe më keq akoma, kështu që kjo vajzë është 15 vjeçe, nuk është e vetëdijshme për zgjedhjet e saj, se ajo ndoshta i ka bërë presion vllajt vet që unë kam një lidhje, kam një njeri edhe ti mos më kërko. Por kushdo që e ka marrë, e ka siguruar që të largohet, duhet të di që do përgjigjet penalisht për këtë gjë dënohet me burg. Prandaj kjo vajzë, nëse për momentin nuk është mirë, shumë mirë që të trajtohet në një emision televiziv, se ajo s'mund të rije izoluar, diku do të shfaqet, qytetarët menjëherë duhet njoftojnë policinë, në numrat që ka policia në dispozicion, për të thënë
që pikërisht kjo vajzë, e cila është denoncuar në emisionin Pa Gjurmë, ne kemi parë këtu apo atje. Ky është e roli i komunitetit, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, që komuniteti bashkëpunon me policinë, sepse është në interes të komunitetit që ngjarje të tilla të denoncohen në kohën e dur pa u bërë dëm. Unë prandaj sa herë nis dhe mbyll emisionin duke bërë thirrje gjithë qytetarëve të na ndihmojnë pikërisht me këto raste. I dashur Sergjo, në momentin që motra të tha mi ish denoncimi në polici dhe në studion e emisionit Pa Gjurmë, ti çfarë i the? Unë i thash, po se erdhe këtu i thash, ta shikojon kush është ai nga është, i cili është, çfarë prindësh ka, nuk ta ish i thash. Pra, ajo të ka deklaruar që është me një mashkull, me një person, me një të dashur. Po. Por nuk të tregoi vendin dhe qytetin se ku ndodhej. Nuk e tregonte. Sepse ja i dashur e ka marrë vesh që kjo është 15 vjeqe dhe a i përfundon në burg. E ka marrë vesh shumë mirë dhe tani prandaj, nëse është duke na dëgjuar ai person, patjetër duhet ta lërë të lirë të 15 vjeçare për të rikthyer në familjen e saj tek i vllai i saj, i vetmi që i ka ngelur në këtë jetë, dhe kjo është një fatkeqësi e madhe që ka përjetuar pikërisht Sergjo Hoxha, por edhe Vastiola e motra e tij. I dashur Sergjo, unë jam e sigurt që motra juaj është duke na ndjekur në këto momente, përderisa na kanë pa edhe herën e parë kur ne e denoncuam, ajo po na ndjek edhe sot. Unë do doja që ditën e sotme ti përcjellje një mesazh të fortë, ndoshta kur ajo të telefonoi, shumë pak sekonda mund kesh folur dhe ata kanë mbyllur telefonatën, ke patur shumë gjëra për t'i thënë dhe s'ke mundur dot t'ja shprehësh. Çfarë do i thuash motrës sot? Pse s'më merr do t'i them në telefon? Unë t'i bie t'i se hap. Unë uroj që ajo të na dëgjoj dhe më vjen keq për ty dashur Sergjo, një vlla me një zemër plag që ka humbur 2 prindrit nga kjo jetë dhe sot që duhet bëj rolin e nënës dhe babait për motrën e tij të vogël, ajo është larguar dhe nuk i jep asnjë lloj adrese, ndërkohë që e ka telefonuar vetëm një herë në Messenger duke bërë presion të vllajt që të heqi denoncimin. Unë i bëj thirrje ku çdo personi që mund ta strehojë këtë 15 vjeçare, është i lutur ta lërë të lirë, të flasë me të vllajin dhe të rikthehet në familje. Kjo histori padyshim që do të vazhdojë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe Sergjo ka vendosur që mos ta treqi denoncimin nga Pa Gjurmë, padyshim dhe nga policia nuk e treq dot më, se policia e ka marrë denoncimin. Ne do të vazhdojmë dhe urojmë që këtë 15 vjeçare ta gjejmë sa më shpejt dhe ta rikthejmë pranë vllait të saj. Mirë, urojmë që policia të bëj punën e vetë ta gjejë këtë 15 vjeçare. Kjo është. Patjetër, policia ka për detyrë dhe duhet ta bëj këtë gjë. Mirë, i dashur Sergjo, vazhdo të na ndjekër se çdo informacion që do vi ditën e sotme ne do lidhemi, ndërkohë që edhe gazetarët e mi më shkruajnë që të tjera telefonata po mbërin në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë për motrën tuaj, uroj që të gjejmë një vendodhje të saj, por gjithë meraku është kur diçka bëhet publike, njerëz të cilët strehojnë vajza të mitura dhe nëse kanë qëllime trafikimi aq më keq, padyshim që është një tik me dy presa, ndryshojnë dhe lokacionet. Gjithsesi do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes Sergjo. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ishim me Sergjo Hoxhën dhe do të vazhdojmë në këto momente me një tjetër histori të dashur miq, do të flasim për historinë e një 18 vjeçari nga Tirana, i quhet Klodian Duka, i cili dhe ai fatkeqësisht ka humbur nga kjo jetë babain e tij dhe rrezikon edhe nënën. Ndërkohë që Klodiani do të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë për të treguar momentet e tij më të vështira që ka kaluar dhe po kalon. 18 vjeçarin më njëherë unë dua ta ftoj në studio. Klodian, mirë se erdhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ngushëllime për babain dhe uroj që nëna të shërohet sa më shpejt. Do ulem dhe unë pranë jush. I dashur Klodian, na dërgove një mesazh përpara disa ditëve në redaksinë tonë dhe teksa e lexova atë mesazh u preka. Menjëherë, gazetari jon Mikele mori kamrën dhe erdhi në shtëpinë tuaj për të folur me ju dhe me nënën tuaj, kështu që regjia do na ndihmoj me këtë material dhe më pas rikthehemi në studio. Jetoj bashkë me djalit, kur më ka vdek. Nuk më dhe dot.
Nuk i do djalë dhe aty të jeni, se të fek ka frikë të rrimetëm. Në këtë dhomë të vogël, ku drita e diellit me vështirësi depërton, përmes perdeve të vjetra e ndriçon dhomën. Një djalë i ri, vetëm 18 vjeç, qëndron pranë shtratit ku ema e tij është shtrirë prej muajsh. Kam një vit që jam operuar nga stomaku. Tani nuk e di se çfarë kam. Jetoj bashkë me djalin, burri më ka vdek. Nuk mundem dot. Nuk i do djalë dhe aty të jeni, se të fek ka frikë të rri vetëm. Një grua e lodhur nga jeta dhe sëmundja, e cila nuk ka forcë të ngrihet më në këmbë. Në sytë e saj duket dhimbja, por edhe brenga që biri i saj po përballet me një barë shumë të rëndë. Më operoj dhe për pyta unë i thash pse më dhëm kjo. A i thash, kështu do të dhem, pse i thash una, nuk e di. Pas ta më dha këto i la që unë fillova me të mirë. Nuk e di, pas ta se qa do bëhet me mua më prapa, nuk e di. Nuk e kuptoj. Edhe më qëllë drejton të them, për të lajmë këtu, magjën e këtë vogël, edhe lajmë këtu se si ka pushtet. As të gjë nuk kam, as drast, as drejt, kjo është shtëpia ime, kjo është gjendja ime, kjo është farfëria ime. S'kam, këto ja kushtet mia, ja kjo është. Historia e Klodianit është ajo një sakrificë të heshtur. Vetëm disa muaj më parë, ai vendosi të merrte një kredi për të shpëtuar nënën e tij, e cila po lufton për jetën. 59 vjeçarja Zyra Duka, e diagnostikuar me kancer në stomak, ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale para 8 muajve dhe i biri vendosi të merrte një kredi për të shpëtuar nënën e tij. Por tani, kredia është kthyer në një maks. Ai nuk ka mundësi ta shlyej, sepse gjithçka që bën gjatë ditës është i qëndrojnë pranë në NSS-mur. Dhe 100.000 lekë. Edhe mi kopshi pas ta ata më sjellin për të garë, kopshin. është person nga kopshin më sjellin për juve që të më ndihmoni. Aq sa më si të keni. Se jam vetëm. Nuk dem dot. S'ka dhe halin e djalit una, se mos dhe, s'ka kupën e djalit, se qa shumë për djalit. Sa herë që dera troket, zemra i dridhet. E di që mund të jenë përfaqësuesit e bankës ose ndonjë telefonat që e kujton për borxhin në rritje. Shuma është bërë edhe më e madhe, pasi vonesat në pagesa kanë sjell kamate të lartë. Baba im ka 4 vjetë që ka vdekur, dhe i prej të njëjtës sëmundje ka vdekur. Kemi marrë kredi vjetë që kemi bërë operacion, po kredia tani ka vajtur shumë, edhe unë nuk mundem do të edhe, sikur ajo do zotit bëhet mirë, unë nuk mundem do të punoj, sepse ka vajtur kredia, ajo po ta marrë veç, ka atë sëmundjen, ajo thot gjithmonë qa kam, pse s'ma tregoni. Po ne s'kemi zemër të ja tregojmë, se po të tregojmë, ajo nuk e ka më gjatë pasaj. Paktën t'jetoj sa t'jetoj dhe këto muaj. Me jepet një mundësi për të ecur para, që kemi ditë base, vetëm vujtje gjithë jetën, domethënë. Në fytyrën e këtij djaloshi lexohet lodhja, shqetësimi dhe një barë që vetëm të rriturit mund ta përballojnë. Por ai është ende një djalosh i ri, me ëndra të parealizuara, i mbyllur në një botë ku detyrimi për të mbijetuar ka marrë përparësi mbi çdo gjë tjetër. Kjo është historia e dhimbshme e Klajdi 18 vjeçar dhe e nënës së tij e cila po vuan në shtrat. I dashur Klajdi, nuk i keni treguar nënës të vërtetën që është diagnostikuar me kancer në stomak. Edhe pyet gjithmonë çfarë kam, se nga që pjesa e stomakut që ka të morrin, është përhapur tek gjithë trupi dhe pjesa e stomakut është fyer shumë. Dhe në momenti që han një flet bukë dhe e nxjerr direkt e vjedh. Dhe ajo pyet se çfarë kam, por ti nuk mundesh t'ja tregosh këtë gjë. Pse keni vendosur mos t'ja tregoni? Po, sepse po t'ja tregojmë ne, ajo sepse ajo është me depresion dhe me ankth. Pra ana psikologjike e saj është e rënduar dhe ti nuk do ta rëndosh akoma më shumë. Është shumë.
Dhe nuk duhet ta mërzis më tepër. Por ajo që kuptova unë është që ti ke pasur një rini shumë të vështirë dhe vazhdon të kesh vuajtje, ke vuajtur me babain tënd, i cili edhe ai po nga kanceri stomak. Po. Dhe ironia e fatit edhe nëna po në... Të njëjtën sëmundje. Dhe nga pamjet që ne po shikojmë kushtet... Nuk që të mjep është mundësia, t'ja jep të Zoti, t'ja shton të jetën, t'i ishte mirë, punoja dhe unë, po më janë mbyllur gjitha, dhe më thonë, gjitha rrugët nuk... Ti je detyruar të rish 24 orë pranë saj për t'i shërbyer se ajo ka nevojë. Dhe sot që kam ardhur pa gjumë jam, se tërë natën, dje i erë, ishte keq fare. Se ka filluar keq, se edhe morfinat që japim nuk i bëjnë punë, ajo vetëm smuret, i bjen të fikët. Është e dhimbshme, Zoja Nexhi. Kur dëgjoj histori të tilla, ky djalë, Zoti ja bëf dritë, i cili është përkujdesur, ka qenë më i vogël, është përkujdesur për babain e tij, i cili dhe ai zuri krevatin si nëna, sot është 18 vjeç, le të themi ka lënë gjithçka dhe përkujdeset për nënën, për të dy prindrit e ka bërë të njëjtën gjë, është zhytur në borxhe, në kredi, vetëm që t'u zgjasë jetën prindërve, por këto gjëra nuk janë në dorën tonë, janë të Zotit. Dhe më dhimbset Klajdi sot. Disa fate janë të shkruara, disa gjëra janë në dorën e Zotit, por të tjera t'i kanë dorë njeriu. Kështu që të jenë familje të tilla në kushte kaq të vështira ekonomike, të jenë në kushte të tilla që thuajse të pabanueshme, të pajetueshme, domethënë është një fatkeqësi e madhe. Dhe jetoj në kryeqytet, në çfarë lagje të Tiranës jeni? Tek shkolla e bashkuar. Flasim për të shkolla e bashkuar, ndodhet... Unë nuk e di, domethënë se ndonjëherë më duket sikur këta njerëz, këta që vuajnë kaq shumë, që jetojnë në kushte të tilla skandaloze, që aty s'mund të jetojë dot një njeri, më duket sikur janë jashtë çdo lloj vëmendje. Domethënë kudo ka pushtet, ka njësi administrative, ka asistent social, ka të zgjedhur të cilët ne i votojmë dhe që duhet përgjigjen pikërisht për jetën e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Ta janë qytetarë të vendit tonë. Kush përgjigjet për këta? Kush i ndihmon këta? Kush kujdeset që është shërbim shëndetësor falas? Kush kujdeset që ta paguajë nga pak dhe kur i bie një sëmundje të mundet t'i ndihmojë shëndetësia e vendit tonë, që t'i shtrojë në spital, t'i jap ilaçet e duhura, aq më tepër këto duhet të kenë një trajtim të veçantë, domethënë që t'jenë gati falas, sepse bëhet fjalë për sëmundje shumë të vështira dhe bëhet fjalë për që të marrin jetën. Kur s'ka asnjë burim të ardhur për të paguar. Pra këto janë një kategori njerëzish që si zgjidhin dot vetë. Atëherë kush i zgjidh këto probleme? Ka një shtet. Kur flasim për shtet, nuk flasim ne thjesht për atë politikën e madhe, për atë parlamentin e tjerë. Ne flasim që shtetin ta ndjej kushdo që jeton në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe kushdo që ka shtetësi shqiptare, ka një pasaport shqiptare. Tani më thuaj mua ke kjo lagje, kush ka shkuar ndonjëherë të kujdeset për ju? Askushi. Kush është kujdesur që të çojë ca ushqime? Kush është për këtë nënë që vuan dhe për Klajdin e vogël? Kush ka shkuar për t'i thënë që shiko, ka një kartë të sigurimit shëndetësor, i cili t'jep mundësinë që ti të mundë të marrë shërbimin e dur mjekësor, që ka dhe infermier, që duhet të ketë dhe asistent infermier, që të shkojë dhe t'japi dhe një shërbim në shtëpi, që se është e mundur. Në rast se nuk ka kusht në shtëpi të mund të jenë në spital ku mund të ketë një kujdes të specializuar, jo vetëm me ilaçe, por një koshis me shërbimet e duar për këtë kategori njerëzit. Më duket kjo gjë që është shumë vonë Shqipëria që të lejoj, do më thënë si ka mundësi që akoma lejoj, që të ketë shtetas shqiptar brenda këtij territori të Shqipërisë, ku vidhen dhe miliona euro, të ketë qytetarë të tillë që nuk zojnë dot një ditë të bardhë. Duket shumë skandal. Duket shumë e dhimbshme realisht, por dhe ndonjëherë nuk di dhe si ta spjegosh, nuk di se kujt duhet i drejtohesh dhe ne kur flasim këtu, që çfarë mund të bëjmë për ta ndihmuar këtë familje. Prandaj jemi sot këtu në studio, prandaj dhe Klajdi ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjumë për të kërkuar ndihmë. I dashur Klajdi, minuta televizive ikin dhe unë dua që çdo kush është duke na ndjekur dhe dëshiron të të ndihmojë, të telefonoj ty direkt. Mundesh që numrin tënd ta bëjmë publik?
Po, nuk e di se nuk kam telefonin e fikur për momentin. Jo, nuk ka gjë. A e mban mend numrin tënd? Të celularit? E ka gazetari. Atëherë gazetari do na ndihmoj të ma dërgoj Mikele numrin e Klodianit këtu në telefon, unë ta bëj publike dhe regjia do na ndihmoj edhe me titra, që kushdo që do të ndihmoj të 18 vjeçar për nënën e tij sëmur mund ta bëj direkt tani. I dashur Klodian, më fal, të Rita Klajdi. I dashur Klodian, çfarë kanë thënë mjekët për nënën? Në situata e saj sa po vjen dhe... Shumë, i rëndohet dita ditës, domethënë, dhe nuk kanë çfarë të bëjnë më dhe ato. Por unë gjithmonë gjej mundësinë që ta çoj nëpër spitale, por prapë po të njëjtën përgjigje. Si e çon nëpër spitale? Për ato, si që pa që po dila te banja, kështu e mbaj e dërgoj atje, se nuk i ka mund. E merr, le të themi, në krah për ta çuar. Në krah e marr. Sepse nuk e mund të kapësh një taksi për ta çuar në spital. Edhe kur kam shku te urgjenca dhe te urgjenca më ka thënë çoj te ushtaraku. Kam shku ke ushtaraku, infermierët, doktorët tallëshin, qeshtin. Asnjëri nuk e prekte me dorë. Se nuk e ke çuar te onkologjiku, aty duhet të shkojnë. Atje tek onkologjiku, tek ushtaraku, as atje, ato thanë po kemi punë, po këtë, po atë. Si kemi? Të gjithë do me thënë edhe qeshtin me ironi, kur shkova ti, unë bërtisa dhe qaj me të madhe, asëri nuk e prekte. Nëna ka bërë kimioterapi, operacion? Jo, kimioterapi nuk e bëndot, se shumë e dobët edhe... Nuk i përballon të do të kimioterapit. Por operacion? Operacionin e ka bërë vjetë. Po? Për ta mbyllur, po që kur i ka bërë operacionin, është bërë më kesh. Pra pas operacionin, le të themi, pati metastaza dhe është fatale kjo gjë për jetën e saj. është doktuar aqë shumë sa... Me një legend vogël që e laj brënda kështë shtëpia. Ju e lani? Po, unë se nuk kam, dhe që presim nga komshit, se nuk kam, do më thënë njërë se mi, nuk janë, asë njëni për mu. Janë komshit që të ndimojnë? Vetëm komshinte dhe qa shkoj vetë që punuj me ne komshi aty 2-3 orë këtë gjithë, që e maj paka shumë se... Me qa të ardhur ashtë qitoni, Klajdi? Vetëm e 100.000 lekë që marim, kemi pine mamit, se gjë tjetër asë një gjë. Pra, jeta juaj është në mjerim? Shumë. Që t'ishte mirë ajo, se jam quniri, kupton? Edhe për punoj guzhin, po vetëm që nuk e ka mundësin se është aqë kesh dhe më thënë gjendja saj, edhe gjendja ime, edhe kredia më ka zhytur shumë, edhe... Ti mori një kredi për operacionin e nënës? Po. Bëjt fjalë për qëfar shumë? 5.700 euro kemi marrë gjithë. Ke marrë 5.700 euro kredi, që ti kishe për nënën, që të pagoje ilaçet, gjithçka që mund t'i duesh nënës, dhe ndërkohë ti s'munde do t'a pagoj se s'kishe para. Nuk munda do të se kalova dhe unë depresion dhe nangë, se mami përbështe më kesh, nuk kisha më njërë që të më ndimonte, me puno nuk punoja do të më, se më kishte vajtur kredia e gjatë, shkova në Kosovë për të punuar, punova 3-4 muaj si guzhinjera atje, për nuk munda do të imbydhja, se ato kishin vajtur shumë, dhe mamaja kishte nevoj që ndimoja, dhe që kur i ka atje, kur u ktheva, u bë më kesh. E sa e trish, Zonja Nexhi, një 18 vjeçar, mbi shpatullat e vetë, mbaj gjithë të dhimbje, gjithë të hale, është dhimbshme. Ndërkohë që du t'ishte në shkollë, të vazhdo të ëndrat e ti, shkollën e lartë, a i ka lënë gjithë shka tashmë. E para njerë që kjo rast, se të shkërkon vëmendjen, e gjithë atyre që kanë zemër të mund të ndimojnë, sepse është një rast shumë fatal. Tani unë do të them një gjë në lidhje me kredin. Do ndalemi, por do të ndërpresëm, do të regjia të kalojmë në reklama. Kemi kaluar gjolë minutazh, do të kalojmë në reklama, rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi sërish bashkë live, dashur miq, dhe në studio jam me 18 vjeçarin Klodian Dukasi dhe me juristen Nexhi Beqiri, ku nga Klodiani po dëgjojmë historinë e trisht të jetës së tij dhe sakrificat që po bën pikërisht me nënën e sëmur, e cila është diagnostikuar me kancer në stomak. I dashur Klodian, më thej që jam pa gjumë sepse gjithë natën nëna ka rënkuar. Po, tërë natën. Ka pasur dhimbje? Deri në orën 5 mëngjesit vetëm dhimbje, sa këte, nuk e zente do të vendis. Mundoj të haj pak, po pjesë e stomakut i dhem shumë, i fryet shumë, sa han vetëm një qatë vogël, i fryet shumë pjesë e stomakut. Edhe e nxjerr direkt. Ndërkohë, ju i bëni ndonjë qetësues, besoj? Në qetësues, po me... bëjmë një serum në ditë dhe morfinat që japim dhe qetësuesat në darkë që jap vetë. Ajo... U kuptua qartë, nëna me zifliste? Se nuk është edhe smur që nuk flet dot dhe nuk digjon mirë. Dhe nuk digjon mirë dhe nuk flet dot dhe për shkak të sëmundjes. Ndërkohë që ke ngelur i vetëm dhe e kuptoj që ditët e tua janë të vështira dhe po kalon momente shumë të vështira me nënën tënde. Ajo tha më vjen turp kur djali më lan dhe më pastron, por ty bravo, gjithçka që bën për nënën tënde.
Por ndalemi te kredia. Je zhytur në borxhe, kështu më the, jam zhytur në borxhe sepse nuk kishe para dhe të duheshin, qoftë për të blerë dhe medikamente për nënën që do t'i blije. Ti mori një kredi prej 5.700 euro. Nuk do t'i hy si u dha kredia një djali pa mbushur ende 18 vjeç, por ajo që është e rëndësishme është që ti mora ato para dhe harxove për nënën dhe sot ti nuk i lan dot. Nuk mundem dot. Banka të merr çdo ditë në telefon? Çdo ditë më kërcënojnë, as nuk guxoj të dal dera te dera se kam frikë, më kam kaluar depresion, ankth për bankës. Nuk rri dot. Çfarë? Ata të kërkojnë që ti të paraqitesh dhe të Jo, më thënë duhet ta paguash për një herë sepse do të qenë gjykat, do vi përmbarimi. Po çfarë do të marri përmbarimi ty? Nuk e di, unë as edhe atë shtëpinë e kam se kam. Zënexhi, në tilla situata, ndoshta ndiqemi nga institucionet dhe uroj që ditën e sotme të ndiqemi më së shumti nga institucionet për të ndihmuar këtë 18 vjeçar, i cili sapo i ka mbushur 18 vjeç, dhe të mendosh që ka bërë një jetë kaq të vështirë, kështu ka vuajtur për babain e tij, ka punuar që fëmijë, ka lënë shkollën, është kujdesur deri në këtë moshë vetëm për dy prindrit që fatkeqësisht të dy, i pari me kancer stomak është larguar nga kjo jetë dhe nëna që po vuan me të njëjtën sëmundje. Por edhe në të tilla raste, çfarë ndodh me një bank, pa i përmendur emrin në këtë studio televizive, emri të bankës ku e ka marrë djali në fjalë, një bank të nivelit të dytë. E para një herë që banka pa siguruar që do të shlyhet një kredi nuk ka pse jep. Natyrisht që këtë kredi e ka marrë edhe mamaja edhe juve. Të dy e kanë marrë. Nëna ju e punonte në atë kohë? Punonte, a ishte sëmurë? Thjesht ishte madhore. Ishte pak më mirë, domethënë. Para se një muaj para se ta bërim operacion. E qartë, po. Por ama, ajo merrte vetëm 100.000 lekë të vjetra. Nuk e di se si mund t'i japësh dhe djali nuk ka qenë me një kontratë pune të rregullt. Jo, fare pas. Domethënë ka shkuar ande këtë për të siguruar një punë që të silte ato të ardhura për të jetuar. Dhe nuk e di se si banka i ka dhënë një kredi 5.700 euro apo dhe ndoshta dhe diçka tjetër, kur nuk ka patur sigurinë që do t'ja ktheni. Kjo është si ta vësh në grack një njeri. Domethënë ti nuk je i sigurt, po domethënë insiston, merre këtë kredin, e di shumë mirë që ka nevojë ky person, i jep një kredi që brenda vitit nga 5.700 euro që ke marrë kredi, shkon 12 milion lek të vjetra, të cilët duhet ja kthej kësaj banke brenda vitit. Imagjino, ka marrë 5.700.000, me një interes shumë të lartë dhe e mendoj se cila bank mund të jetë, duke ditur interesat e bankave. Sepse janë edhe penalitetet për çdo lloj vonese. E qartë, që shtojnë ekstra. Dhe interesi, kështu që brenda vitit të shkojë një shumë nga 5.700.000 lekë të vjetër në 12 milion, është fatale. Mua me këtë ne e njohim situatën tani, domethënë se si mundet ja kanë dhënë banka këtë kredi, kur e ka ditë që s'kishte aftësi paguese klienti vet, kjo është domethënë vetëm të abuzosh me atë që ti ke në dorë. Dhe bëre mirë që e the, por nuk kemi shumë minuta televizive, iku koha ditën e sotme pa u kuptuar. Në të tillë situatë, çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar pikërisht Lodianin, se ky është gjithë qëllimi. E para njerë që ata insistojnë dhe nëse, domethënë që duhet shlyer kredia. Dhe normal, atë që i kanë thonë nëpërmjet telefonatave të tyre, që domethënë do shkojmë në gjykat, merret një vendim gjykate, e cila do ta njohë këtë borxh, sepse firmosën një kontrakt kur ka marrë kredin, dhe pastaj mbasi ai vendim natyrisht do pritet nëse do ankimohet apo jo nga Lodiani, ai vendim pastaj kalon në përmbarim dhe përmbarimi e ekzekuton atë. Por çfarë do bëj përmbarimi me këtë familje? Ku e kanë aftësinë paguese? Ku e kanë pasurinë? Çfarë do ekzekutoj? Kush është dorëzan këtu në këtë rast garant për kredin, çfarë do marrin në atë shtëpi? Pra këto janë disa probleme që ti kur i shikon në pamjet parë, duken domethënë të pasgjithshme dhe gjykata vetëm do të certifikojë me të shkruar me një vull të gjykatës që bën të detyrueshme që ky person ta ketë atë detyrim mbi kurrizë nuk e di për sa vite. Atëherë çfarë mund të shpëtohet në këtë moment? Në këtë moment mund të shpëtohet me një padin në gjykat, thjesht për të mos paguar më interesat. Të pezullohet, të stopohet, le të themi. Por ama, si hapi parë, para se të shkosh në gjykat, duhet biseduar konkretisht me ata që ja kanë dhënë kredin. Duke shpjeguar që hajde shiko kushtet,
unë nuk mund të punoj, sepse unë kujdesem për nënën time. Nuk kam burim të ardhurësh. Kështu që do të bëjmë një marrëveshje të re, këtë shumë, duke patur parasysh se në çkushte jam unë, të mundet ta paguaj me një këst të vogël, me një zgjatje kohore më të madhe, jo për 3 vjet, po për 5 vjet, në mënyrë që dhe djali ta heqë atë anktin e madh dhe të jetë i qetë për të kujdesur për nënën e vet. Kështu që këto gjëra futen në kanale të tilla, është faji i atyre që japën kredin dhe natyrisht nuk e bëj dot me faj Klodianin, sepse e sfegoj shumë mirë situatën për të situatën cila ndodhet, por ama kjo nuk e përjashton detyrimin që do ketë Klodiani që atë shumë që ka marrë dhe ka shpenzuar. Do e shlyej dhe me në tarmen. interesin do ta shlyej. Por të paktën mos të paguaj, pra ta bëj këtë padini gjykat, mos paguaj penalitetet e vonesës për pagimin e kësaj kredie. Ndërkohë që regjia... Këti tani duhet gjithë avokat, duhet bëj shpenzime gjyqësore, e kupton që si mundet të lësh njerëzit të gabojnë kështu, edhe pastaj ti vësh në një vartësi të tillë që të bëhet jeta një skëter. Ndërkohë që regjia po më tregon që me titra ka dalë dhe numri i Klodian Dukës, i 18 vjeçari, kushdo që është prekur nga kjo histori dhe do të kontriboj për këtë 18 vjeçari, i cili kujdeset për nënën e tij, numrin e keni poshtë ekranin tuaj dhe mund ta telefononi Klodianin, i cili jeton në Tiranë, dhe nëse bëhemi të gjithë bashkë, mund ta ndihmojmë pikërisht 18 vjeçarin dhe unë uroj që nëna e tij, zonja Zyra, të shërohet sa më shpejt. Mirë, jam e detyruar të bëj një tjetër shkëputje, sepse dua të prezantoj një tjetër klip në këto momente. Bëhet fjalë për një suplement ushqimor që quhet Prostatol, ndihmon në funksionimin dhe problemin e prostatës. E ndjekim Prostatolin dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio me historinë e trisht të këtij 18 vjeçari Klodian Duka, i cili po kujdeset për nënën e tij dhe unë uroj shërim të shpejtë nënës tuaj, uroj që mos të ndodhi ajo që të ndodhi me babain, por dua që ditën e sotme të përcjellësh një mesazh. Do i lutesh atë gjithë shqiptarëve anë e mban ku ndodhen, të vinë dorë të zemër dhe ta shikojnë këtë rast, se me të vërtetë jam aty ku nuk shkon më. Dhe uroj që ditën e sotme të telefonojnë, sepse numri juaj ka dalë me tritra gjatë gjithë kohës, dhe uroj që të marrësh ndihmën e dur, por ne do mbetemi në kontakt. Dashur Nexhi, ti je mbështetja më e madhe e çdo zëri që ulet aty. Unë uroj ose i bëj thirrje më mirë njësisë administrative numër 4 që të mundet të afroj me njëherë ndihmën e nevojshme për maman e Klodianit, e cila është në kushte shumë të vështira shëndetësore dhe materiale për të jetuar. Ato ka një fond të emergjencës për rastet kur ka rastet të tilla, kështu që le ta përdorin atë, sepse si thuash është detyra e tyre për të ndihmuar komunitetin, po dhe të tjerë të cilët mund të krijojnë një mundësi për të patur një sasi të parash që të negocioj pikërisht me përfaqësuesit e bankës që të mundet si thuash të ndryshojë mënyrën se si do ta paguajë ato kredi. Falenderoj Zoja Nexhi që të pata në studio, faleminderit Klodian, do mbetemi bashkë në kontakt. Mund ta ndihmoj Klodianin dhe bëheni këtë gjë. Mirë, ne kemi ardhur në fund për ditën e sotme, bashkë do ritakohemi të hënën, një fundjavë të mbar, mirupafshim.